Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Do bëjmë me leximin e vitit 2026, si që shikoni kam ndezur timjanin për bekime quhet ky timjan, dhe nga janari deri në dhjetor qoftë një vit i bekuar të dashur Luan. Uroj dhe paqi bekime në shëndet që ka shumë rëndësi, në dashuri, në familje, në punë, në karrierë, në çfarëdo lloj gjë, në çdo aspekt të jetës e juaj, qofshi bekuar. Të dashur dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë ju, Luan. Dhe si që shikoni, kam 12 letra këtu, që se cila pasqyron muajin e saj të vitit 2026. Dhe duke qenë letrat e ndërlidhura në njëra me tjetrën, do i marr janar shkurtë, që dyjat bashk, për t'i ndërlidhur. Dhe të keni kujdes, mos të më mbani për fjale, mund të them që do të ndodhë në shkurt, apo shtator, mund të ndodhë më herët, apo dhe më vonë. Do varet gjithmonë nga energjia dhe fokusi juaj, se si dhe ku do argjoni apo do drejtoni energjinë e juaj të dashur Luan. Po fillojmë me apo t'jep njëherë një sy para se të dalim tek, dhe me këto çfarë shikoj të dashur Luan, hynin në këtë vit me tension të mbrëmshëm paksa. Nga jashtë çdo gjë duket apo keni vënë maskën, çdo gjë duket fortë, të sigurt, por brenda ka ankth, lodhje dhe dyshime që nuk i keni pranuar plotësisht. Por 2026 nuk e lejon më të luani rolin e të pathyeshmit, në kuptimin që të dukeni jashtë, sikur asgjë s'ka ndodhur apo nuk është duke ndodhur. Ky vit në fakt me këto letra që shikoj do ta zhvesh Luanin nga iluzioni dhe do ta çojë drejt fuqisë reale, ajo që është e vërteta. Dhe të dashur, janari dhe shkurti, po fillojmë me kullën, që për shembull diçka dhe 5 të shpatës. Shikoni këtu, dhe që të dyjat, si që thash, viti nis pak me tronditje, kulla sjell rrëzim të diçkaje që Luani kanë ndërtuar, ndoshta dhe me kreneri, ose mbi një narrativ që nuk ka qenë plotësisht të vërtet. Në një besim që ju ka bërë të ndiheni të sigurt, ta them kështu, e keni detyruar apo keni mashtruar veten. Dhe 5 të shpatës tregon konflikte, fitore të hidhura ose situata kur fiton por humb paqen, në këtë kuptim të dashur. Pra, këto letra të janarit dhe shkurtit, që nuk do thot patjetër mund të apo japin një këshill të tillë, sikur thot mos lufto për të pasur të drejtë Luan. Lufto për të qenë i sinqert dhe për gjetur atë më në fund paqen shpirtërore, të ndjeni rehatë. Jo çdo luftë është e drejtë të luftohet, çdo betejë apo të fitohet. Ndonjë dhe është të kthesh shpinën dhe të ecësh, që nuk ja vlen. Marsi dhe prilli të dashur Luan është hëna dhe 8 të shkopive. 8 të shkopive, pra. Kjo është një periudhë emocionale për ju dhe e shpejtë, ndoshta pas këtyre këtij rrëzimi, këtij shkatrimi që po, që nuk do thot patjetër në diçka që keni besuar, në diçka që keni qenë, mund të jeni shkatrimi në lidhje mund të jetë, por që në një farë mënyrë e vetë krijuar të dashur Luan, jo që do jetë ndonjë gjë e papritur, po, do jetë e dhimbshme, por që e domosdoshme. Apo mund të jetë një situatë, një besimi, një çfarëdo lloj gjë, nuk do të patjetër lidhje. Pra, hëna nxjerr në pa frikra, pasiguri, mendime të fshehta dhe 8 të shkopive, që është kjo këtu, tregon se ngjarjet do ecin më shpejt, mesazhe, vendime, ndryshime në jetën e juaj, pas këtij rrëzimi apo shëmbje. Pra, mos merr vendime të nxituara kur je emocionalisht akoma i paqartë të dashur Luan, pra të keni kujdes dhe të mos nxitoni në as edhe një gjë. Të eci me majin dhe qershorin, që është
strength, që është fuqia apo guximi, forca, dhe mbretëresha e kupës. Mbretëresha e kupës, po i mbaj kështu që mund t'i shikoni dhe ju. Këtu del absolutisht në pa fuqia e luanit, e vërteta ajo. Jo zhurmë, jo dominim, por butësi dhe kontroll emocional. Mbretëresha e kupës tregon ndjeshmëri të thellë në këtë etapë, në këtë kohë për luanin, empati dhe aftësi për të dëgjuar veten, absolutisht ashtu siç po ndjeni, ashtu çfarë po thoni, dhe të tjerët, që ka shumë rëndësi. Sepse ndonjëherë luani, jo të gjithë absolutisht, por që ndonjëherë luani nuk dëgjon të tjerët, dëgjon ato vetë çfarë mendon dhe çfarë beson. Ky është momenti kur luani kupton që nuk humbet forcë duke treguar ndjenjat apo për duke qenë i sinqert kaq i tjerë apo me veten e juaj. Përkundrazi, do fitoni respekt. Korriku dhe gushti të dashur luan është judgment, që është gjykimi, dhe njeriu i varur. Shikojeni këtu vetë. Kjo është pika kyçe e vitit. Judgment apo gjykimi sjell thirrje për zgjim. Një vërtet që nuk mund të ignorohet më. Diçka po i vini në binare në jetën e juaj, për çfarë do qoftë ajo. Njeriu i varur kërkon ndalesë, reflektim, ndryshim, këndvështrimi. Do filloni të shikoni gjërat në mënyrë komplet tjetër. Por luan, nëse refuzon të ndaloni dhe të mendoni, viti do mund të bëhet më i rënd. Nëse e bën, kjo periudhë do ju çliroj dhe do keni absolutisht më të qartë rrugtimin e juaj drejt asaj që dëshironi. Shtatori dhe tetori është mbreti i shkopive dhe perandoresha, që janë letra gjatë të forta të dashur. Këtu luani rikthen fuqinë, pra nëse ndaloni, reflektoni dhe shikoni gjërat që nuk duhet bërë, nuk duhet toleruar, nuk duhet patur kompromis, apo të mos mashtroni veten, të mundoni të tregoni një maskë para tjerëve që çdo gjë është në rregull pa qenë në rregull, është me një farë mënyrë sikur jeni duke e shtyr një rrëzim, një pastrim apo një çlirim të dashur luan. Si thash, pra këtu luani rikthen fuqinë kreative të vetën, të udhëheqëse, por ndryshe nga më parë, absolutisht, mbreti i shkopive sjell vizion dhe drejtim, një qartësi, siç e thash në fillim, dhe jo vetëm, por me një shpejtësi dhe pandalesa. Perandoresha sjell krijim, rritje, dashuri për jetën. Do të filloni që këtu ta shikoni jetën apo mënyrën e mendimit, ta keni komplet në këndvështrim tjetër duke patur parasysh dhe njeriu në varur këtu. Ky është momenti i ndërtimit të diçkaje të re, qoftë lidhje, projekt, marrëdhënie, rol i ri në jetën e juaj të dashur luan. Dhe nëntori dhe dhjetori, që është faqe e shpatës dhe karroca. Viti po mbyllet, që më do thot patjetër, nëse jeni të shpejtë, nëse i shikoni gjërat, reflektoni më shpejt, tërhiqeni dhe shikoni me sinqeritet gjithë situatën e juaj që jashtë, që brenda jashtë. Absolutisht kjo nuk duhet të ndodhë në nëntor dhe dhjetor, mund të jetë shumë më herët, çdo gjë pra varet nga përqendrimi juaj. Absolutisht viti mbyllet me qartësi mendore dhe vendosmëri. Faqe e shpatës tregon kuriozitet, të mësim, të mësuarit, komunikim të hapur, ndërsa karroca sjell lëvizje përpara dhe absolutisht kontroll të drejtimin. Me një fjalë të dashur luan, është sikur ta keni timonin e dorës apo ju jeni shoferi i jetës së juaj. Dhe letrat shtesë që kam nxjerrur këtu, që janë e para është letër shumë e sinqertë, mund ta bëni edhe screenshot dhe ta përktheni edhe vet. Luani ka frikë nga aftësia emocionale, sepse ka frikë të mos lëndohet.
Dhe kjo është ajo frika që po ju mban të mos merrni më në fund atë drejt timoni dhe të udhëheqni veten apo jetën e juaj apo situata apo marrëdhënien ashtu siç duhet qenë. Dhe letra tjetër thot por dhe para tjetër ka frikë. Në fakt absolutisht kur përçoni atë energji por 2026, se dua ta them dhe këtë në këtë letër, 2026 do i mësoj që lidhjet nuk ndërtohen mbi mbrojtje, por mbi guxim, që kishin këtu strength. Pra, dhe guardian angels, do thotë engjujt të mbrojtës, janë duke, të gjithi kemi ata, por lejoju të ju mbikëqyrin dhe të ju ndihmojnë. Është me sinjale që shohim, ndjenja që ëndra që shohim, ndjenja që kemi papritur apo kujtuar, janë ato ndihmesa, janë ato sinjale që na bëjnë të kuptojmë më shumë. Ke mbështetje të dashur Luan, edhe kur ndihesh vetëm, ka momente kur intuita jote do të jetë absolutisht shumë e saktë dhe duhet ta besoni e më së shumti ta dëgjoni. Nuk je vetëm në këtë proces ndryshimi. Ky vit të dashur Luan nuk kërkon të shkëlqeni më fort, nga që ju shkëlqeni gjithmonë. Të kërkon të jesh më i vërtet, më i sinqert me veten apo me dikën nëse ka të bëj me situatën e juaj. Kur e lejon veten të jesh i sinqert, fuqia jote bëhet apo juaja e pandalshme. Te ta keni parasysh. Dhe mos e nënvlerësoni gjithë atë guxim dhe gjithë atë fuqi tuajën duke mos qenë prezent në intuitën apo ato çfarë po ndjeni se çfarë duhet bërë. Ju në fakt të gjitha i keni të qartë, por guximi sikur ka munguar gjithë këtë periudhë. Gëzuar të dashur, qoftë një vit i mbar për të gjithë Luan.